Imran, na pret ndeshje e rëndësishme me Sileksin, ndërkohë vim nga një disfat dëshpëruese me Bashkimin. Si është skuadra dhe si e keni planifikuar reagimin nga kjo goditje, të themi, në garën për titull? Po skuadra normal, ka demotivim, themi, normal jemi të mërzitur si ekip ku normal nuk duheshe ta humbim ndeshje me Bashkimin, por besoj se ndodhen çdo ekip, besoj se ndodhen çdo ekipit madh, por neve nuk duheshe të na ndodhi, sidomos në këtë moment që jemi. Por normal, është edhe pak si çike të themi, ku e humbim ndeshjen, por normal, ne do vazhdojmë, nesër normal kthehemi më të fortë dhe shkojmë për fitor. E keni analizuar në aspekt psiqik, të që thua psiqike, ka lidhje me gjithë suksesin historik, pastaj duket në momentet të caktuara Shkëndija shkel çdo kundërshtar, pastaj jo rastisht statistika thotë që është ekipi më i mirë në ndeshjet si mysafir dhe ka dështime në Tetov. Po normal, ndikon edhe ajo suksesi historik që e bën, ku kemi fituar ekipa shumë të forta dhe pastaj kur kanë ardhur të ndeshjet tu, normal jemi ndjet shumë të fortë, shumë superior dhe besoj se kjo është. Por nuk duhet të jemi kështu, duhet çdo ndeshje të japim 100% dhe të lëm shpirtin fush për çdo ndeshje, sidomos të ndeshjet e fundit. Beson që një fitore me Sileksin e kthen skuadrën në binar dhe realisht 4 ndeshje deri në fund mund të menaxhohet gara për titull. Një gabim i kundërshtarit na sjell finale ndeshjen e fundit. Po normal, tash e dim se nuk e kemi në dorën tonë, por nuk kemi çfarë humbim ne. Ne do shkojmë gjitha ndeshjet të fitojmë dhe normal presim gabimin e kundërshtarit dhe duhet të fitojmë gjitha ndeshjet. Sa është analizuar Sileksi një skuadër që realisht është papërshtatshme për Shkëndijën, posaçërisht në Kratov? E kemi analizuar shumë mirë, por në mendjen tonë është veç fitore. Veç fitore dhe pas kësaj humbje ne duhet të reagojmë si ekip, si Shkëndija që jemi dhe do të lëmë shpirtin fush dhe t'i marrim 3 pikët. Do thonë, sipas jush, reagimi, përgjigjja për Bashkimin është vetëm 200%, si themi, në fush. Po, e vërtet, të japim 200% dhe s'kemi çfarë humbim, thash, shkojmë vetëm për fitore, vetëm për 3 pikë. Atmosfera në grup që është, duke marrë parasysh që kjo është ndeshje vendimtare për të mbetur ngarë për mbrojtjen e titullit. Atmosfera normal, në grup, siç e thash, normal, jemi pak mërzitur, por ne kemi ditur edhe pas humbjeve të tjera të kthehemi të fuqishëm dhe besoj se edhe nesër do jemi 100% dhe do të gjejmë diçka për të motivuar. Personalisht, çfarë premton për ndeshjen e nesër? Personalisht vetëm fitore premtoj, asgjë tjetër.